Nuk është problematike kjo? A shini problematike këtë? Vetëm sa për sqarim, I kam numrat këtu përpara, në vitin 2023 kena importu 147.381.000 euro e 986. Në 2024 janë 143 milion euro e 413.118 euro. Kjo vlera e energjisë në bursë. Do më thonë janë 7 milion euro ma pak. Do më thonë nuk është që kena importu ma pak. Problemi është që në 2024 kemi pas devijimet mëdha nga gjenerimi nga Keku. Keku për shembull ka bë parashikimin ka me i prodhu çka megawatt orë për secilën orë, edhe faktikisht ka pas devijime këto pikërisht në nëndorë dhe në dhjetor. Ne e dim shumë mirë që na bëllë një debat në fund të dhjetorit edhe kemi po domethënë në çfarë gjendje energjetike, në çfarë kaosi energjetik është kon Kosova, si rezultat i ramjes së disa blloqeve dhe disa fyteve të ngushta që kanë qenë në sistemin e transmisionit. Prandaj e gjithë kjo rritje ka ardhur me thonë edhe njerë, është rezultat I mungesës gjenerimit adekvat I cili ka ardhur nga Keku. Faktikisht në këtë rast do duhet të bëj pyetje të adresoj direkt te Keku, pse janë të ndodhur të dështime. Është shumë e thjeshtë, Keku vjen edhe thotë po ne e kemi implantet e vjetra. E dim edhe natë që është implantet e vjetra. Mirë, po ata janë përgjec për me I adresu këtë probleme, për me I qu projekte përpara që këto impiante me pas siguri, me garantu një lloj sigurie të furnizimit. Pse ata nuk janë marrë me kohë që faktikisht mi eliminu gjasën e havarive tilla që ndodhë me këto blloqe. Faktikisht, në këtë rast, unë e baj ma shumë përgjes menaxhmentin e Kekut, se sot që e baj përgjes se ZRN apo edhe akterët tjerë. Është faktikisht detyrë e Kekut me u kujdes me pas na furnizim stabil me energji elektrike. Ata duhet faktikisht me garantu që ata kanë me prodhu në kohën kur ata kanë thonë na kanë me prodhu, ata duhet me prodhu energjinë elektrike. Jo me thonë, ne kemi të vjetra pajisjet, implantet tona janë të vjetra, nuk janë qëndrueshme, kur do nalet kjo. Tashti shumë lehtë unë e tham shpesh, shikoni, është shumë e lehtë me ndërprej energjinë elektrike në Kosovë, nëse dikush do me përfitu duke importu energji elektrike në Kosovë, shkon e blen një punëtor shumë thjesht në Kek, ato I thot gjujeni që ke që ndrojë shumë dikon që ato prishën një impjanta dhe për 2 muaj ditë je jashtë. Edhe tash del Keku thot u prish, s'kem çka me bën. Më në farforme Keku me madhësinë e saj që e ka luksin në çdo moment me kollapsu sistemin elektroenergjetik të Kosovës. Mirë. Ne kur flasim tek avarit, ne e pom që këto ditë bile ka rënë blloqet, nuk e di a ishte koincidencë apo s'du të spekulojmë sepse ato gjëra dhe mund të ndodhin, por çështja kyçe që kemi sot është se nuk duket që kjo është rritja e vetme që do kemi. Na paralajmëroi edhe ministra e ekonomisë se tha do të ketë punime në blloqet vitin 2025, 2026, 2027. Zotja Xhimusa, keni ju fort besim që me këto të hyra sot që ju aprovuan kecit nga zëreja, këto do t'jenë finale, apo ne do t'him në një cikël ku çdo vit, çdo prill, kur shqyrtohen tarifat e energjisë, ne do t'kemi praktikisht rritje? Vetëm sa për informat, me 9 prill, do më thonë para 2 ditëve, është ndërprej bloku B1 apo B2, ashtë nuk pedi, ka pas një dalje për 3 ditë, 9, 10 edhe 9 edhe 10, faktikisht sot ka I në funksion. Mërënë atësoj periudhe, 2 milion euro ka kushtu dalje e ti jashtë funksionit. 2 ditë, 2 milion euro. Dhe më thonë, edhe ato çmimet e energjisë elektrike kanë qenë diku në rreth 100 euro për megavator, nuk e në konë çmime cilat jemi mësu me I po 150, 200 apo 300. Tashti unë e kam frigën, e kam thonë edhe ma herët, unë e kam frigën që faktikisht na do të him në një rreth ku këto ngritje nuk na mujt me I ndalë, për shkak se kemi impjante jo qëndrueshme, janë duke u bë disa renovime, mirë po edhe në strategjinë e energjisë, kur parashihet faktikisht renovimi I këtyre impjanteve, nuk parashihet, aty nuk flitet absolut energjia e cila do të importohet si rezultat I kohës kur gjatë renovimit të impjanteve të Kosovës B1 dhe B2, importi shtetë që do të bëhet, si do të financohet ajo.
Do më thonë dikon 3 muaj ditë, do t'jetë njëni blok, 3 muaj ditë bloku tjetër, do më thonë 6 muaj ditë, do t'i kemi në dispozicion 250 megawatt orë, nuk e di se si do të financohen këto. Edhe si rezultati kësaj besoj ndoshta edhe t'u jashtu mungesës së qëndrueshmërisë konzumit së gjenerimit vendor, unë e frigona që faktikisht në prillin e vitit tashëm ne përsëri do ta bëjmë një debat tillë, edhe përsëri do të vjen ministria dhe do të thotë, hajde ta ndojmë ndoshta më një blok tjetër, ta bëjmë këto, mirë po jo me rezultate konkrete, cilat tregojnë atëfar me thonë shpirtin strategjik ku përfshihen gjithë aktorët kur të bëhen analiza tilla. Edhe unë kam frikën e njëjtë që faktikisht edhe në vitin tjetër ne do ta bëjmë debatin e njëjtë. Mirë, besoj e keni parë që përveç debatit shtu publik që është bërë në Zërej sot, pat aty goxha shumë përplasje, le të themi, bile edhe me gazetari doli punë, praktikisht nuk tregonin për rritjen 16.1%, pra vetëm kishin vendosur disa shifra. Pse prej 15 në 16.1, e kuptuat ju kur e pat llogarinë e përgjithshme? Jo, me thënë drejtën nuk jam marrë me atë punë me 15 me përqindje se është 16.1%, mirë po faktikisht është pagës e pa kuptim për shkak se zyra rregullatorit të energjisë është i marrë 2 vendimet në njëjtën kohë. Një në anë është duke i largu bizneset nga tarifat e rregullta, më në farë forme është i përjashtu nga konzumi vendor, për shkak se gjithë konzumi vendor që prodhohet nga keku do të shkojë për anvistrit, edhe çka do duhet faktikisht të reflektonte në tarifa shumë të ulta. Në anën tjetër, dalja e bizneseve jashtë kësaj, ata faktikisht do të ekspozohen në rrezikut shumë të madh të çmimeve shumë të larta dhe shumë të paqëndrueshme, domethënë volatile, edhe në një farë forme zyra rregullatorit të energjisë është i çu dy procese përpara, cilën ndoshta ka mujt me kursy një në pjesë, edhe besoj që ka pas zgjidhje shumë të mira, zgjidhje shumë kreative, më inovative. Për shembull, çfarë një të shpejt nëse keni një skenar, si mund të përfundonte më mirë realisht me këto tarifa? Po, për shembull, nëse e marrim e nxjerrim jashtë tarifave të rregullta, i nxjerrim bizneset, në realitet do duhet të bëhet një analizë shumë e saktë sa do të jetë efekti i daljes së tyre në ramin e konzumit përgjithshëm nga tarifat e rregullta, edhe si rezultat i kësaj ti mundesh saktë me vlerësu, domethënë po them me vlerësu, jo me kalkulu, me vlerësu se sa duhet me qenë tarifa e tyre. Mirë, po kjo nuk mundet me u bë pe bojna sot për nesër. Kjo faktikisht kërkon një analizë pak më të thellë edhe kërkon kohë, domethënë për shkak se duhet me bë edhe që i thojmë na domethënë teste robuste me shiku nëse sa janë rezultatet tona robuste dhe sa mundna ne me u bazu në këto rezultate, edhe faktikisht e kam pas këtë mundësi. Mundësia tjetër ka qenë me ndonë shumë blloqe, me bë teste të ndryshme, faktikisht e modelon sistemin elektroenergjetik, edhe bën teste të ndryshme ku ti tregon, okay, bloku 1, bloku 2, 3, 4, 5, i ndërton 10 blloqe, edhe shikon shpërndarjen e ngarkesës së kostos elektroenergjetike në shtresa të ndryshme të shoqënisë, ku faktikisht tani e merr me një farë forme e keni ndjen se kush po preket, edhe del shumë boll hapën, e merr edhe e tregon studimin, e tregon, okay, ky është rezultati, kemi opcionin A, opcionin B, opcionin C. Ministria e dashur nëse e marrim ne këtë opcion, ju doni me ndërhyj edhe me i ndihmu këto grupe, për shkak se do të ngarkohen më shumë. Opcioni B është i liron këto grupe, mirë po e ngarkon grupën